tjerët nuk janë atje për politikat e tyre, janë për shkak të kësaj si që të edhe ti, sidomos nëse kemi parasysh të refuzim të atërshëm kushtimisht, po e them të Evropës, për të ndërhyrë këtu, po i bie që po i shkon për shtati sërë që ne nuk e përkrajmë këtë njeri. Ish presidenti tha që është një figur, analiza për cilin është komplekse, nuk është vetëm bardhë, për nuk është vetëm bardhë, nuk është as zi, do më thonë i nënshtrohet analizës që e kanë, do më thonë, që i bëhet se cilit lider ose se cilit udhëheq që udhëheq në momentet të caktuara. Në kohën e luftës është një lider i pa diskutueshëm, nuk ka fjalë për këtë. Në kohën e udhëheqjes së Kosovës ka bërë disa gabime të cilat Kosovës edhe po i kushtojnë, dhe në fakt pjesën e tretë të jetës së tij, do më thonë këtë që po përjeton tani, është një lloj bumerangu i atyre gabimeve dhe fajeve të cilat edhe vetë personalisht i ka bërë gjatë drejtimit të vet. Si faj për të ardhur deri te kjo logjik, për çështje politike aty. Si faj për të ardhur deri te kjo logjik është mos ndërtimi i një sistemi të sakt, të mirë, të drejtësisë, të prokurorisë, sepse këto gjëra për cilat më në fund, do më thonë, shërbimi sekret serb, mendime në shërbimit rus dhe diplomacia serbe me atë ruse, arritën më në fund, do më thonë, që të tentojnë të inkriminojnë figura drejtuese të luftës shqiptarëve për liri, do më thonë, vinë për shkak të një jo funksionaliteti të gjykatave vendore. Kjo për çka është, zoti president atje, është, si themi, një nga fajet të cilat mund të tejkaloheshin shumë më lehtë nëse bënim një shtet funksional. Më duhet të ndalem këtu, duke të kërkuar pak konsiderat, sepse natyrisht se Hashimtashi nuk mund të analizohet vetëm për rolin që kishte në QK. Do të analizohet pashmangshëm edhe për rolin e tij në politikë. Por të thuhet se sot Hashimtashi është atje për shkak të gabimeve politike, më duket se nuk përputhen njëra me tjetrën. Gabim politik është mos ndërtimi i një sistemi të saktë të gjykatave dhe prokurorisë në Kosovë. Për këtë arsye, ne jemi ekspozuar shantazhit ndërkombëtar, duke e ditur që do t'i ekspozohemi këtij shantazhit ndërkombëtar dhe ndërtimi i gjykatës speciale, do më thënë, me kompetenca në Hag. Pra do duhet bëhe një gjykatë speciale në Kosovë që i trajton krimet e luftës? Po, do duhet të kishim ne një gjykatë të cilën do t'i trajtonim vetë këto dhe nuk duhet të binim ne, do më thonë, shteti i Kosovës prej e këtij shantazhi. Shantazhi është jashtëzakonisht i fuqishëm. Njerëzit mendojnë që presidenti tha që dhe ata të cilët e kanë votuar gjykatën speciale e kanë votuar vetëm me dëshirën e tyre, por nuk është shumë e vërtetë. E vërtet është që është votuar për këtyre, por shantazhi ka qenë jashtëzakonisht i fuqishëm. Nga kush u shantazhuan? Nga të gjitha organizatat e Kombeve të Bashkuara. Do më thonë, po flasim, ajo që ka filluar, do më thonë, këtu është shumë e vjetër, ju mos të harrojmë, e gjitha ka filluar në vitin 2002 me një njeri i cili ka qenë në Kosovë si pjesë e organizatës së UNMIK-ut, do t'ja përmendim emrin, është Jose Pablo Baribar, me origjinë nga Peruja, ka qenë antropolog. Ky ka punuar në byroën e kërkimit të zhdukurve dhe të mjekësisë ligjore. Në Kosovë? Po, ky ka punuar në Kosovë dhe detyra e këtij personi ka qenë mbledhja e çdo lloj informacioni të mundshëm, real, por edhe jo real, që të krijohet narracioni për të goditur figurat e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pastaj kemi akuzat për trafiqe me organe të UÇK-s që janë botuar në vitin 2003 nga Shërbimi Sekret i Serbisë, janë 2 libra, quhen librat e bardha 1 dhe 2, me titull Terrorizmi shqiptar dhe krimi organizuar në Kosovë me të hi. Këto libra janë promovuar në Kuvendin e Serbisë dhe pastaj domethënë kemi aktivizimin e gjithë asaj agjenture e cila e ka ndërtuar narracionin për të akuzuar krerët e luftës së UÇK-s. Cili ka qenë roli i këtij personi që pas ka punuar në kuadrët mjekësisë ligjore, Institutit të Mjekësisë Ligjore në Kosovë, sa gjatë ka qëndruar këtu dhe çka dihet për punën që ka bërë këtu? Kontaktet e tij. Dihet domethënë që ai ka dorëzuar raporte, ka dorëzuar informacione te organet serbe të sigurisë për të ndërtuar këtë narracion. Dhe kjo nuk është e vjetër, mos të harrojmë, kemi edhe këto arrestimet e fundit që i bëri, domethënë, Shërbimi Inteligjent i Kosovës, janë të njëjtës logjik, domethënë fushë veprimtaria e tyre ishte që të mbledhin sa më shumë informacione
për veprimtarinë e krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra, edhe raporti Dick Martit që ndodhi, domethënë, mbi të cilin u ndërtua komplet analiza për të fajsuar Kosovën, doli që është një inskenim ose një koketim i tij personalisht me shërbimet ruse dhe domethënë ai si i tillë besueshmëria e tij si i tillë ka rënë praktikisht. Por pyetja që duhet shtrohet edhe në lidhje me këtë statusin që kam shkruar unë është domethënë cili është mesazhi i kësaj gjykate. Mos të harrojmë, kemi një deklarat të presidentit francez Mitterrand në rastin e luftës në Bosnjë, kur ai thot që në momentin kur forcat bosnjake vetëm kishin kriju një epërsi momentale ndaj forcat serbe, ai thot, a do ta lejojmë ne të ndodhë, domethënë të krijohet një precedent që një popull me kulturë islame, domethënë të triumfojë vetë ndaj një armiku. Domethënë ai ka dashur dhe ka treguar sakt pozicionin e tij dhe pozicionin e Francës dhe në të njëjtën kohë i ka mbrojtur interesat tek popujt e tij të pushtuar, të kolonizuar në vendet e tjera. Domethënë ai e ka goditur në realitet luftën bosnjake për liri dhe duhet të goditë suksesi i saj. Në këtë kuptim, kjo vetëm transmetohet edhe në politikën e më vëndshme në Kosovë, është njëjta logjik. Është njëjta logjik. Domethënë, këta tentojnë të godasin të drejtën e luftës së popullit shqiptar për liri, për pavarësi dhe për bashkim. Domethënë, kjo është. Dhe si bëhet kjo? Këta kanë arritur, domethënë, kanë punuar në dy drejtime. Në drejtimin e parë, ka qenë ngritja akt akuzës, domethënë, për krime lufte. Mos të harrojmë, kemi pas shumë luftëtarë të cilët kanë qenë në Hag, ka qenë kryeministri Haradinaj, ka qenë Fatmir Limaj, po drejtuesi i USHK-s dhe një muri tjerë drejtuesve derisa përfundoi aty edhe presidenti. Ajo e cila kjo është puna në aspektin ndërkombëtar, por ka pasur edhe një punë të ngjeshur në aspektin e brendshëm. Dhe ky aspekt i brendshëm ka filluar qysh me ndikimin e organizatave të huaja të Evropës në Kosovë për të zbutur termat e luftës dhe ngjarjeve që kanë ndodhur këtu. E qartë. Shumë e rëndësishme kjo, që ta vazhdoj vetëm pak. Zbutja e termave, domethënë për ngjarje të cilat vërtet kanë ndodhur, domethënë siç është gjenocidi i Serbisë, vrasjet masive, tentimi për shkatrim total të popullit shqiptar, janë zvogluar me terma, ndërkohë që janë rritur termat të cilët kanë goditur pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, por jo vetëm këta. Vlen të theksohet që goditje kanë marrë të gjitha figurat me karakter kombëtar. Flasim, domethënë, kështu, me të njëjtën logjik e kanë vlerësuar edhe presidentin Ibrahim Rugova si një politikan tepër i suksesshëm në matricën e tij për liri dhe pavarësi. Domethënë, edhe ai është goditur me lloj derisa ndikimet kanë qenë edhe për të përçarë LDK-n edhe për ta zbutur fuqinë e saj politike të tjera. Pra, për shkak të aktiviteteve politike në Kosovë, aktivizohen shërbimet e jashtme në këtë rast. Po e generalizoj këtë që e the. Qoftë në rastin kur janë trajtuar në të kaluarën, kur janë akuzuar pra ish-krerë të tjerë apo një drejtues të rëndësishëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe sot teksa ne jemi dëshmitar që Tazëm Shabani, një nga të akuzuarit për bashkëpunim me bjenë serbe, kërkon që të shkojë të dëshmojë vullnetarisht në rastin e njërit prej ish-krerëve të ushtrisë. Tendenca për të sharë luftën e USHK-s edhe politikën patriotike, si themi, se mos të harrojmë, lëvizja patriotike është ajo pasorja dhe luftarakja, grupi patriotik i tyre janë gjithmonë në njëjta linjë. Ka ndryshuar vetëm metodologjia e punës edhe aktivitetit për mi u përshtatë rrethana në cilat ka qenë Kosova. Pra, unë e shoh këtë, domethënë që si një goditje ndaj idesë dhe madje edhe suksesit të popullit shqiptar për liri dhe për pavarësi. E qartë. Korab, më lejo të inkuadroj në këto momente dhe dy të ftuar të tjerë, është me ne Fahim Maliqi, kryeredaktori gazetës Vicrane në Shqip, njëherë është të kolegi jonë gazetar. Mirë se vjen, zoti Maliqi. Përshëndetje, Johana, dhe juve në studio Mosafir. Faleminderit shumë që jeni me ne. Në anën tjetër aktivistja Elena Uka. Elena, mirë se vjen. Përshëndetje, Johana.
Po e nisë fillimisht sepse ne në këtë hyrje të këtij bloku kemi nxjerr fotografit përpara se Arshim Thaçi të shkonte në Hak dhe dje një fotografi e kapur nga momenti teksa dilte nga klinika interne. Si t'u duk gjithçka, Alina? Po ishte pak e rëndë të përjetohet në këtë formë sepse ishte një poshtrim, mendoj unë, më së paku, por edhe nga aspekti ligjor të drejtave të njeriut përmes konventës evropiane ndalohet trajtimi çnjerëzor ose poshtrues dhe mbikëqyrja e rëndë dhe gjesti i rojes më duk pak sa e teprume. Pastaj në ninin tjetë shembull e ke po ashtu që është e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare, që çdo i arrestuar ka të drejtë me pas këtë privatsin, dhe në këtë rast Arshim Thaçi nuk e pat privatsin që ta vizitoj babën e tij, sepse një farë mënyre është një farë poshtrimi i qëllimshëm që i bëhet Arshim Thaçit. Po, në fakt, Elena, janë dy standarde për vetë qeverin Kurti, që me gjithë ato vazhdimisht flet për shkelje të ndryshme të gjykatave të Kosovës, në anën tjetër jemi dëshmitar që u desh të qohen 3 kërkesa nga